Xhamia më kryesore, e cila luante rolin e pazarit, ishte Xhamia Jakub Jaga, e cila ishte jashtë fortifikimit, pjesërisht edhe Xhamia Fati. Ne i kuptojmë xhamiat të cilat kanë një funksion urban, kryesisht nga paradhoma e tyre. Ne sot zakonisht i shohim xhamiat ndonjëherë jashtë orarit falis, i shohim të mbyllura ndonjëherë edhe në Berat apo edhe ndonjëherë në Durrës, por këto xhami janë planifikuar dhe janë ndërtuar që të qëndrojnë 24 orë hapur. Pra kanë një dhomë para vendit kryesor të atë që quhet hayati, pra ajo pjesa gjysmë e hapur nëse mund të themi kështu. Dhe ajo duhet luajë veranda e xhamisë. Veranda duhet luajë një rol të mikpritjes, të kujdo, të udhëtarëve të ndryshëm, të tregtarëve. Në Berat quhet xhamia e beqarëve, sepse beqarët supozohet që nuk duhet ktheheshin natën në shtëpi dhe duhet qëndroshin tek xhamia dhe të hitin një sy dhe të hyrnin pazarin. Pra xhamiat pikërisht kanë pasur një funksion të lidhjes gëshëtimit të funksionit menaxhimit urban.